Kryeministri Edi Rama ka reaguar para ditën e kësaj të enjte lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Maliq, ku gjatë një operacioni për kapjen e një të shumë të kërkuari, ky i fundit qëlloi mbi efektivët duke vrarë njërin prej tyre dhe duke plagosur një tjetër. Përmes një postimi në platformën X, Rama shpreh nderimin për efektivin që dha jetën në krye të detyrës, ndërsa kërkon dëshkim maksimal për autorin e ngjarjes. Gjatë një operacioni kurajos për kapjen e një të shumë kërkuari, që prej vitesh i fshihej ligjit në malet e Korçës dhe në mënyrë të përsëritur, kishte arritur të ikte rrethimeve të forcave të rendit, ka humbur jetën një efektiv policie dhe është plagosur një i dytë, ndërkohë që pasi ka hapur zjarr ndaj tyre, u plagos dhe u kap dhe kriminali. Nderim për jetë dëshmorit të atdheut, ngushëllim e familjes dhe shërim të shpejtë efektivit tjetër. Ndëshkim maksimal për të shumë kërkuarin dhe respekt maksimal për policinë e shtetit, që nuk do të ndalet asnjëherë në misionin e saj. Nga ana tjetër, reagoi dhe ministri punëve të brendshme Besfort Lamallari, ku shprehu humbjen e thellë për efektivin e vrarë, si dhe theksoi se dënon rënd këtë akt kriminal. Lamallari u shpreh se autori nuk do të shpëtojë drejtësisë dhe do të përballet me ligjen. Sot një familje humbi njeriun e saj të dashur. Policia e shtetit humbi një koleg. Shqipëria humbi një shërbëtor të përkushtuar të ligjit. Dënoi me forcën më të madhe këtë akt kriminal të rënd në Maliq. Një sulm jo vetëm ndaj punonjësve të policisë së shtetit, por ndaj vetë rendit, ligjit dhe sigurisë së qytetarëve. Autori do të përballet me të gjithë forcën e ligjit dhe nuk do të ketë asnjë mundësi të shpëtojë drejtësisë. Ngushëllim me familjes Mekolli, kolegëve dhe të afërmëve të Eneas, që sakrifikoi jetën në përmbushje të misionit të tij fisnik. Sakrifica e Enea Mekollit nuk na ndali, por na forcon në betejën kundër krimit. Nderimi më i madh për të është të vijojmë detyrën me të njëjtin guxim, përkushtim dhe integritet që ai tregoi deri në fund, u shpreh ministri. Ndërkohë kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu theksoi se drejtësia duhet të veprojë me vendosshmëri duke vënë përpara përgjegjësisë ligjore autorin e kësaj ngjarjeje të rëndë. Ngjarje të tilla të rënda na kujtojnë rrezikun me të cilën përballen çdo ditë punonjësit e policisë në kryerjen e detyrës së tyre. Besoj dhe kërkoj që drejtësia të veprojë me vendosshmëri duke vënë përpara përgjegjësisë ligjore autorin e kësaj ngjarjeje të rëndë. U pret në paqe, shpreh Topçiu. Ndërkohë dhe në seancën plenare të kësaj të enjte të Kuvendit, u mbajt një minutë heshtje për ngjarjen e rëndë.